Rreshtjet e Doborës bën që të bllokohet qarkullimi në rrugën e Arbërit për rreth një orë para ditën e sotme. Problematike situata u paraqit në segmentin e Zibrit, ku prania e Doborës bëri që më 10 automjete të mbeten të bllokuara. Situatë problematike paraqitet edhe nga tuneli i qafës së Buallit deri në fushë Bulqis, ku ka prani të Doborës. Autoritetet këshillojnë drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujtesë dhe të jenë të pajisur me goma dimërore e zinxhir. Sa ka që rreshtjet kanë krijuar vështirësi edhe në zonat malore, ku në disa fshatra trashësia ka arritur deri në 15 cm. Shtabet e mbrojtjes civile në bashkinë e Bulqizës kanë kërkuar ndërhyrje në rrugët rurale, si dhe firmave kontraktore të jenë në terren në rrugët nacionale. Në tunelet e rrugës së Arbërit në fshatin fshat të Klosit ka shkëputje të energjisë elektrike. Problem ky i vazhdueshëm ditët e fundit.